Papa I ri për qëndrimet e vjetra, Vatikani nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Papa Leoni XIV emëroi Luigi Bianco si nunc apostolik në Sloveni dhe delegat apostolik në Kosovë. Kështu raporton media e Vatikanit që saktëson se Selia e Shenjtë vazhdon me politikën e vjetër ndaj Prishtinës zyrtare. Vatikani nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe në të kaluarën ka mbështetur dialogun dhe moderimin në konfliktin me Serbinë. Rajoni, I cili është banuar kryesisht nga shqiptar etnik, shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Nga afërsisht 1,5 milion banor, rreth 250.000 kosovari përkasin kishës katolike, shumica prej të cilëve shqiptar etnik, shkruan media Vatikan News. Megjithatë, kohët e fundit ka patur rastet përsëritura dhune dhe konflikti veçanërisht në veri të Kosovës, e cila kryesisht është e populluar nga serbët. UNESCO e konsideron trashëgiminë kulturore ortodokse të krishterët Kosovës si nën kërcënim, lexohet në lajmin e Vatikan News.